Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live për të vazhduar me një tjetër histori, me një tjetër denoncim, kështu që do hap dritaren dhe do ftoj personazhin e radhës. Arsen, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni ju? Si kalon? Mirë, jeton në Greqi, me sa kuptova nga numri. Po, në Greqi. Çfarë vendi të Greqisë jeton? Unë jetoj në Anaviso, jetoj me qenë në Athim, 60 km larg Athimit. Ke vite aty që jeton? Shumë vite. Pas ke një jetë të tërë në emigracion? Po, për 1998. Që në vitin 1998 ke emigruar? Po. Sa vjeç ke qenë? Ke qenë i ri, besoj? 18 vjeç. Dhe sa vjeç je sot? 48. I dashur Arsen, më bëri një kërkesë, më shkruajti një mesazh. Po. Por çka ka ndodhur me ty? Nuk gjendot vetë një nuse, por e kërkon këtu në live modetën? E kam të vështirë të gjej njëri. Po kërkoj andej, kam 8 vjet i ndarë. Jeni i divorcuar? Po, 8 vjet. Kam 2 vajza. Me jeti ke, sa vjet që ke vajzat? 17-18. Por çfarë ndodhi, pse u ndave? Do të them. Aq nuk donte të qëndronte me gruaja, aq kishte qejf dëshirë me fjalë, nuk i pëlqente me jeta me mua kaq. Më vjen ka. S'mund të them, nuk do të them si ta them më tepër. Më lejon të të pyes? Nuk e me jeta me burrin me fjalë. Donte jetë më të lirshme. Po në ç'kuptim kuptim donte jetë më të lirshme, se donte për shembull, si ta them unë, i thoshe që me fjalë të bëj unë çfarë të dua, thotë, jo të më urdhrosh ti, jo të më bësh ja këto. I dashur Arsen, të të bëj pyetje, më lejon? Po. Okej. I dashur Arsen, ti je njohur në Shqipëri me gruan tënde, sigurisht. Po, bërë me lajmësi. Sa vjeç ke qenë kur u martove? 27. 27. Por sa vite qëndruat bashk? 10 vjet. Në këto 10 vjet, 37. Kam 9 vjet i ndara përsisht, 13 vjet, një sekond. Kam ndarë në 2018 në zëre, 2026, 8 vjet i ndarë. 8 vjet i ndarë. Ka jam ndarë, 20 vjeç kam që 20 vjeç më falë. Kur je ndarë, dhe ke jetuar me ato plot 10 vite, po si ka qenë martesa jote në këto 10 vite? Po e mirë ka qenë, po e mirë. Jo dhe shumë e mirë. Por jo dhe shumë e mirë. Situata u përkeqësua kur ju erdhët në emigracion, kur t'je more në Greqi? Diku aty kishë ngaluar 8 vjet. Po. Edhe sa të them, nuk e di tani, ndoshta donte gjëra më të tepërta, më shumë më tepër. Ndoshta ishte të kënaqur me jetën me mua. Ndoshta shikonte njerëz që si ta them unë, shikonte donte kushte më të mira ku ta di unë. I dashur Arsen, e ke kërkuar ndonjëherë gabimin tek vetja jote, ndoshta ke gabuar ti në atë martesë, se gjithmonë burrat bëjnë fajtor gratë, që ato janë fajtore për divorcin. Jo, unë nuk bëj vetëm fajtor sepse ajo është larguar nga shtëpia. Dhe përveç asaj kam pas dhe shumë kërcënime në njerëzit e saj me fjalë. Shumë kërcënime llafën e më të poshtrat. Arsen, ndoshta ke gabuar ti me nusën? Ti më the që ajo donte një jetë më të pavarur, por në ç'kuptim jetë të pavarur? As pak. Kështu janë mendja, si të them, janë. Por si ta komunikoi ty ajo ndarjen? Çfarë të tha? Ika unë me motrën, ika te motra, ta dorim me motrën, do bëj jetë me motrën. Motra e ndarja kaq.
Ishte ajo që ta kërkoi divorcin? U largon nga shtëpia dhe ajo kur nuk u paraqit në siguri, kur e gjallë iku fshehura, si ta them, pa më thënë, e kupton. Por kur ajo iku, Ka shumë vite këto muhabete, ka shumë kohë të kaluara. pra le të themi ajo iku nga shtëpia dhe nuk u kthye më. Nuk u kthye më. Mbile ka ikur 2 herë, 3 herë edhe një herë në Shqipëri 3 herë. Që do të thotë martesa juaj nuk ka funksionuar, përderisa ka ikur 3 herë nga shtëpia. Po, nuk ka funksionuar. Sa vjeç ishin vajzat kur juve u ndat? 10 vjeçë. Po kontakte me vajzat e tua ke? Po, i takoj vete i marrë, i shikoj jasë pasën e fjalë, në anë ekonomike, i shikoj. Po që do të nisë në një foto. Paguan detyrimin ligjor, sepse jeni ndarë me gjykatë. Po. E paguaj. Vajzat jetojnë aty? Po jo me lekët aty në Shqipëri, po jap shumë më tepër. Bravo, më vjen mirë që jep më shumë se sa ka dhënë gjykata. Dua t'i shkolloj me rregullat këtu, brenda rregullave këtu. Vajzat jetojnë në Greqi me nënën? Nënën, vinë edhe mua. Vinë kanë ardhe në Shqipëri të gjysha, dhe babaj nuk ka vdekur. E kuptova. Por kjo jetesa jote në këto 8 vite i vetëm si ka qenë? Shumë e vështirë, prandaj shumë e vështirë, vetmia si e keqe. Nuk e mundur dot? Vetmia shumë gjë e keqe, të jetosh vetëm. Të besoj, por nuk e mundur dot që të gjesh një zonjë aty në Greqi për të vazhduar jetën? Ka qenë shumë e vështirë sepse më kanë mastruar, siç më mastroi dhe gruaja, më kanë mastruar dhe të tjera. Doshta me beson se beson. Pse ke pasur lidhje të tjera pas ndarjes? Nuk kam pasur lidhje, po më thoshin deri aty do të lidhemi pas, do martohem, kërkonin në çdo krah, kërkonin lek, bënin këto gjëra. Edhe si përfundim thoshin gra të martuara me fjalë, po kupton? Ato duke jetuar në familjet e tyre më thoshin jemi të ndara. Kishin burr në shtëpi dhe flisin me ty? Më thoshin mua janë të ndarë dhe kur i shikoj me burra, kupton? Kjo është e rëndë. Po, shumë e rëndë. Dhe unë e kisha dhe në anë e gruas me fjalë, si ta them, kur nuk më donte gruaja, ka të më donë të tjera, kishte fëmijë. E ke përjetuar ndarjen? E kam përjetuar shumë keq. Është një film i tërë. E qartë, është e kuptueshme ta përjetosh ndarjen. Sepse shumë e vështirë, e shumë e idhur me fjalë. Sot je 48 vjeç dhe kërkon një grua, një bashkëshorte. Po tani, po të vëta mundësia të në ndihmosh respekt. Si e kërkon ti gruan tënde? Partnerin tënde? Unë të shikoj si grua dhe të më kuptoj. Mos të dalë kontra, si ta themi. Që të funksionoj dhe me martesa. Pas jetesë, martesa më tepër. E qartë, edhe pas... Të më kuptoj, a zi më tepër. Do të shikoj në çdo aspekt. Ti ke ngelur i vetëm, ke 8 vite që je divorcuar, s'ke mundur do të gjesh një bashkëshorte dhe kërkon që të kesh një partnere jete për të vazhduar jetën se je i ri në moshë, sigurisht. Dhe vetmia të Sigurisht, dhe jeta nuk kalohet vetëm sepse me këtë do llafoses, me muri do llafosem me këtë. Dhe këtë unë do llafosem të jem familje me fjalë. I dashur Arsen, nëse dikush nga zonjat e divorcuara apo edhe të vegjël që mund të kenë humbur bashkëshortin nga kjo jetë, janë të interesuara, do më shkruajnë, unë patjetër do të kontaktoj. Kështu që numrin tuaj e kam, do t'i dërgoj mesazhe dhe uroj dhe shpresoj që të gjesh një grua për të vazhduar jetën, të krijosh dhe ti familjen tënde. Shumë faleminderit, respekt i madh, kënaqësi që folëm bashkë. Unë e ndjek emisionin pa gjurmë për herë. Faleminderit. Ndjek dhe jam shumë më pëlqen të mirat që bëni. Faleminderit.
Po. Kishe dëshirë të më pos aty se nuk kam dalë ndonjëherë në studio televizive. Po. Kam dhe dëshirë. Nuk e di, për alle problemet e shqiptarëve, çfarë tjetër, nuk mund të flas për. Pse çfarë probleme kanë shqiptarët? Shqiptarët të Greqi kanë kaluar shumë probleme alle, si ta them unë. E fjalë shqiptarët po të kujtosh në 98 dhe këtej, kanë qenë vite shumë të vështira. E deri diku te shqiptarët këtu në Greqi, probleme nga policia, nga ushtria, nga dokumentet, nga shumë gjëra që shteti nuk i ka zgjidhur akoma. Duke ditur që ju jeni vetë emigrant, po tregon dhe vështirësitë që kalojnë shqiptarët në emigracion në Greqi. Po, shumë vështirësira, akoma mungon. Unë dakord jam me dokumenta, po bëj dhe fëmijëve pasaporta, nuk kam probleme, po shikoj hallet problemet e tjerëve. Dhe ka rënë shumë, si ta them unë, shumë vështirësira, llogarit shqiptarët tregojnë me fjalë punë, kanë ngritur tu biznese, kanë ngritur me gjak, me shumë mund, me djerës, kanë punuar na mëngjesit deri në darkë dhe punojnë akoma. Pa përkruar. E ke menduar ti vetë të rikthehesh në Shqipëri? Po, do kthehem sepse Shqipëria është vendi im, e dua Shqipërinë. Shqipëria është e dua dhe s'ka si vendi jot. Ne këtu tuaj. E ke menduar që një ditë do kthehesh? Po, patjetër. Por si është jetesa në emigracion? Është shumë e vështirë sepse ndihesh i ujë. Ndihesh i ujë. Nuk ndihesh mirë në vendin e ujë. Aty është vendi që na lindi, kam nënën, kam vëllezërit, kam njerëzit e mi, tuk kam, shok, kam vetëm fëmijë tu. E qartë, por ju aktualisht çfarë punë bëni aty? Unë punoj në ndërtim. Në ndërtim, që do thotë është një punë e rëndë dhe lodhesh. Po edhe në bazite punojmë, dhe në lokal punoj. Ka punuar edhe 3 punë. Dhe 3 punë. Dhe si është një ditë e jotja? Vetëm punë edhe gjumë? Se të bësh 3 punë në ditë, kështu i bie. Ja, tani do takoj një shoqe. A, do dalësh të gjesh një shoqe? Po, njerëz e bisha kapo. Jo, e the shumë mirë, sepse Kastile të thash, jeta jote është punë dhe gjumë, duhet dhe të jetosh pak, Dalim, jemi në një vend shumë të bukur tu në është anës djetit, si ta them unë, po ke dëgjuar Sunjo Lavrio. Nuk kam qenë. E qartë, nuk kam qenë ndonjëherë, por e imagjinoj vend bregdetar i bukur. Vend bregdetar shumë i bukur, deti është 50 hapa. 50 në javë rrugën kalojmë jemi në det. Është vend turistik. E qartë. Vendi është shumë i bukur, po mbi vendin tënd, kur vim më vjen të puta ta gurët, si ta them, kur vim në Shqipëri. Nga cili vend i Shqipërisë jeni? Unë jam andej në Llakatundi Vlorës. Nga Llakatundi Vlorës, që nge Vlonjat. E qartë. Shtëpia dhe ime është në Vlorës të Riviera, ose përballë stadiumit. Mirë, më vjen mirë që ke ndërmend një ditë të rikthehesh në Shqipëri për të kaluar jetën në Shqipëri, sepse e the shumë bukur, si toka jote nuk të bëhet, si vendi jot nuk të bëhet askush, dhe pse ti ke shumë vite që jeton në Greqi, punon aty, ke kaluar rinin tënde, por prap me sa kuptoj nuk je i lumtur. Nuk jam i lumtur sepse kalova dhe problemet e tjera, dhe plus se të vi, jo që vi çdo vit, 2-3 herë edhe vi në Shqipëri, por vi jo vetëm njerëzit takoj, edhe shumë po futet e gurët, si ta them, vendin kam lindur. I dashur Arsen, për gjithë ata shqiptar të rinj që jetojnë në Shqipëri dhe duan të largohen nga Shqipëria, ke një mesazh që do t'i përcjellësh, duke ditur që ti e ke provuar vetë emigracionin në lëkurën tënde? Po, kam një mesazh. Të qëndrojnë, të punojnë, të aktivizohen në vendin e tyre, sepse një ditë Shqipëria do kapi Evropën, si ta themi. Nuk presim me këta politikanë shumë, po presim për brezat si fëmijët tanë, presim që mos jenë të korruptuar,
Shqipëria mos të bëhet çimento, të bëhet rulishte, të ketë vend për parkime. Kupton? Unë uroj dhe shpresoj që Shqipëria të bëhet një ditë dhe të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, e urojmë këtë gjë. Mos bëhet vetëm çimento. Po të isha unë dikush, të kisha diçka në dorë, që nuk mundem, se nuk ka aq shkollë bëra. Do bëja më tepër lulishte, do bëja parkime sepse në familje sot njerëzit kanë 4 makina, 3 makina po e zë. Kanë fëmijët, kanë gruaja, ka burri, kanë 3 makina po e zë. Ku do parkojnë ta njerëz? Ti e has të problem, kur vjen në Shqipëri, trafiku dhe ku do parkosh. Ne e kemi çdo ditë këtë gjë. Po, të besoj, po. Një gjë tani, në vend që ti zgjeros rrugët, i ngushton. Këto ka gabime Shqipëria dhe fëmijët e mi që vinë, qa bëhet të babi? Qa bëhet si funksionon kej parkimi, rrugët me që? Sepse ti ke mundësi ta zgjeros rrugën, jo të bësh trotuare. Ti nuk ke pse ti bësh sheshe që të lozin, të bësh si ta themi, mund të bësh vend për parkim që tjetri mos të kërkoj, për shembull, unë nisa një ditë në Llakatungi për të vajt në Vlorë, për të vajt në Skel, kam bërë 3 orë rrugë, sepse nuk mbrija dot në Skel. Kupton? Dal Llakatungi 7 kilometra. E qartë. 3 orë rrugë në persona apo jo, 3 orë rrugë. Unë që më në fëmijët, babi nuk vinë më tha mua. Kupton? Shteti duhet të shikojë këto gjëra. Shteti. Unë uroj dhe shpresoj që vendi jon t'i rregullojë të gjitha problemet që ka, janë të shumta problemet. Zonja Adeta, kam shumë respekt për ty. Kam shumë respekt se të dëgjoj për ti pothuajse. Të falenderoj, Arsen. Puna direkt emisioni juaj fute. Për çfarë arsye? Sepse po e bëre gjithë Vlorën apo Tiranën çimento, është shumë e vështirë që tjetri lëri parkime, lëri shesi për rulishte. Mos bëj trotuare 10 metra apo 20 metra. Unë uroj dhe shpresoj që vendi jon të rregullohet dhe të gjithë ju që jeni larguar të riktheheni një ditë dhe Shqipëria të jetë e madhe me kam shumë dëshirë të kthehem te vendi im thash, sepse aty që lindur aty do vdes po. Jam i të pa kënaqur me këta politikanë për çfarë çyë për shkakun. Po ti politikës nuk do zgjidhim dot asgjë Arsen, as ti as unë. Në fakt se nuk më takojnë mua tani. Tani me një pensionisti mos jem 200.000 lekë, jepi 300.000 lekë. Mos jem diçka tjetër. Sepse nuk ke të drejtë ankojmë të ty, nuk ke bëj gabime se ndoshta nisëm për bashkë, jo se po. Shpajt ato shqetësimet e mia. Tani, në qoftë se, si do të them tani, çmimet si në Greqi, apo në jashtë, apo në Itali, dhe rroga një punëtori për shembull akoma 20.000 lekë, për shembull apo 30.000 lekë, për shembull. Pse mos të marrë punëtori 50.000 lekë aty? Por ai sot që të jetoj normalisht. Jo një shtëpi, se një shtëpi nuk e bën dot, sepse një shtëpi sot bën në vetë metri me 2 milion lekë, me 2 milion lekë. Në qoftë se ai do të blejë 100 metra katrore, ku ti që 200 milion lekë ai që të blejë një shtëpi. Gjithë problemi është që brezi juaj, brezi im, që duam të jetojmë në Shqipëri, ti mund të kthehesh një ditë, por fëmijët e tu nuk kthehen ma. Fëmijët e mi nuk kthehen sepse babi thon ku vemi për 7 kilometra. Me shqiptarët. Ne po bëjmë 3 orë të vetë të shtëpia, më tha mua 7 kilometra. Kjo është problem, Arsen, që fëmijët e lindur jashtë Shqipërisë nuk dëshirojnë të kthehen të jetojnë më në Shqipëri dhe nëse prindit e tyre një ditë do vendosin të kthehen në Shqipëri dhe të pleqërohen aty. Por kjo është një plagë e madhe për shoqërinë tonë, por uroj që koha t'i zgjidhë të gjitha këto probleme dhe të bëhet sa më mirë për vendin tonë. Kështu që të falenderoj që bëre edhe këto komente ditën e sotme si një emigrant dhe si e shikon ti Shqipërinë nga Greqia aty ku jeton. Do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes Arsen. Shumë faleminderit, respekti më të madh, nuk di çfarë të them, jesh mirë. Faleminderit. Respekt. Po që se na zgjidhe Zoti bekoft. Uroj të gjesh gruan dhe të nisësh një jetë të re dhe të kesh familjen tënde, përpos ato çfarë të ka ndodhur, nuk je as i pari as i fundit, le të themi që je divorcuar. Jeta vazhdon për çdo kënd. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë e live-eve të mia, mund të kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazh
mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite më keni live ora 10 këtu në këtë kanal me histori të ndryshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.